Një tjetër investim i rëndësishëm publik në qytetin e Vlorës duket se ka mbetur në vend numër O. Projekti Dua të luaj, i financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe që synon krijimin e hapësirave moderne rekreative për fëmijët, është pezulluar sërish, ndërsa askush nuk jep asnjë shpjegim zyrtar për arsyet e ndërprerjes së punimeve. Ky investim, nga i cili përfiton Bashkia e Vlorës, ishte prezantuar si një nismë e cila do të përmirësonte ndjeshëm jetesën e komunitetit, duke krijuar ambiente të sigurta dhe gjithëpërfshirëse për fëmijët dhe familjet. Megjithatë, realiteti në terren tregon një situatë krejt tjetër. Në zonën e lagjes Kushtrimi, ku duhet të zhvilloheshin punimet, këtë të premte nuk kishte asnjë gjurmë punimi. Prej muajsh tashmë punimet kanë ngecur ose janë me ritme të paqëndrueshme, për të cilat Fondi Shqiptar i Zhvillimit duhet të japë shpjegime. Projekti Dua të luaj synon rritjen e mirëqenies së komunitetit, si dhe krijimin e kushteve optimale për zhvillim kognitiv dhe motorik të fëmijëve. Ai parashikon ndërtimin e këndeve moderne të lojrave për grup mosha të ndryshme, rimodelimin e hapësirave ekzistuese të degraduara, si dhe integrimin e elementeve natyror me ambiente rekreative bashkëkohore. Sipas dokumentacionit të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, qëllimi kryesor është ringjallja e jetës komunitare, si dhe krijimi i një mjedisi të shëndetshëm social ku fëmijët dhe familjet të mund të bashkëveprojnë në kushte moderne dhe të sigurta, por që këto objektiva për momentin po mbeten të parealizuara. Megjithatë, pavarësisht fondeve të akorduara dhe rëndësisë së investimit, mungesa e transparencës mbi arsyet e ndërprerjes së punimeve nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka ngritur pikpyetje të shumta që kërkojnë përgjigje. Përkundrejt heshtjes institucionale, fëmijët e lagjes vazhdojnë të presin këndin e premtuar të lojrave. Investimi i cili duhet të sillte gjallëri dhe zhvillim në komunitetin mbetet i bllokuar, duke u kthyer në një tjetër projekt, i cili ecën me ndalesa të pashpjeguara.